Mirëmëngjes, Mater Çela, mirëmëngjes Rudizmo. Si më vive më burr? Mirë. Çfarë datë është? 31 mars. 31 mars, ora shënon 07:00. 31 mars. Por duhet ta shijosh 2026, duhet ta shijosh nuk përsëritet më. Sa e mund ta kesh mundsinë që ta rjetosh. Prandaj po them, shijoj, je pozitiv, jetës nuk i dihet kur. 31 mars sot, një ditë historike. Megjithatë Mater Çela, duhet thënë që sot megjithse jemi dhe japim informacione të vyera që në pikë mëngjesi do të prishet moti o burç. E vërtetë është. Të gjithë ju që janë plakat këto Mateo apo janë të prillit plakat? Po janë sikur janë të prillit. Janë prillit. Po këto çfarë janë? Po do ta diskutojmë pak më vonë. Nuk e di çfarë janë këto. Për gjithë ju që s'keni dalë akoma nga shtëpia, merrni çadrën me vete, ta keni. Po pra, shiko, mos përdorni, nuk është mirë. Po të gënjen, të gënjen. Të gënjen, dele shikon edhe të gënjen. Marrësisht si grua ore, kja kupton dot humorin. Absolutisht. Atëherë Rudizmo, ta nisim me disa ngjarje interesante në histori për 31 marsin. Në vitin 1889 është inauguruar Kulla Eiffel. Ç'është e vërteta, domethënë ideja është që është inauguruar në 31 mars, po për t'u hapur është hapur në gusht, si duket do ketë pas zgjedhje. Po, ka qenë zgjedhje. Ka pasur zgjedhje. Ajo frymëzoi pastaj dhe lagjen Komunë e Parisit. Ç'është e vërteta. Tjetër ngjarje që ka ndodhur në 31 mars, në 1917, Shtetet e Bashkuara kanë marrë ishujt e virgjër që quhen amerikan tani, i morën nga Danimarka. SBA bleu ishujt për arsye strategjike gjatë luftës së parë botërore. Vazhdojnë me blerjet e tokave. Po absolutisht. Shiko, çdo shteti i fuqishëm është ekspansionist o burr, duhet të zgjerohesh. Më vjen keq. Tani po zgjeron duke bler, nuk është se po patjetër, duke bler, duke pushtuar, duke bërë diplomaci. Shiko, nuk është e thënë që të pushtim kështu, pushtojnë në forma tjera. Ja, për shembull të tregoj një mënyrë se si për shembull Shtetet e Bashkuara kishin arritur që të kontrollojnë një bazë shumë të rëndësishme geopolitikisht, siç ishte Islanda. Se si kanë arruajtur në fakt që ta mbajnë nën kontroll Islandën për gjithë ekzistencën e saj, moderne flas. Sepse ka qenë një situatë Islandës me Anglinë. Ka qenë një përplasje. Përplasja erdhi për shkak të peshkut. E ke parasysh kur han anglezët fish and chips i kanë tradicionale tyre, pra peshk i skuqur me patate të skuqura. Diet kulinare lart. Receto që tregon. Dhe ata han një peshk që quhet kod. Nuk e di se si mund ta themi shqip, por është një peshk që ata quajnë kod. Duke qenë se mbi peshkuan, nuk ishin më në trojet e tyre, në detrat e tyre, filluan duke shkuar për në veri. Në veri filluan duke gjetur këtë kodin, këtë peshkun. Peshko afro, derisa arritën në brigjet e Islandës. Tani Islanda është 360.000 banor ose 40.000 banor, nuk e mbaj mend. Atëherë para 40 vitesh për shembull duhet të kenë qenë edhe më pak. Çfarë bën ata? Shkonin në brigjet e tyre, këta reaguan, dërguan 2 fishek zjarre edhe një fok agresive për të larguar se çfarë do kishte Islanda. Si përfundim i lanë peshkatarët, shkuan 5.000 jetare. Pastaj islandezët e shtyn edhe më shumë. Quan 10.000 jetare. Pastaj e shtyn dhe më shumë 20.000 jetare kishin prer rrjetat. Reaguan këta anglezët, më në fund dërguan flotën e tyre ushtarake. Kupton, t'ia dërgosh Islandës. U tremon islandezët, i thash, "Dish muhabeti", i tha Amerikës, "Do t'i heqim bazën tuaj." Thuaj siç ja than, vet nuk e gëzojmë, e hajde i qasmi. Fix, do mund të ishte thënë kështu. I tha Amerika, "Ç'a problemi ka?" Po ja anglezët shumë rëndë, i tha, "Ç'a problemi ka?" Po anglezët do i thënë. Kush po? Anglezët. Por edhe arriti, Amerika i tha anglezët, "Shiko, 200.000 jetare nuk do prekni Islandën." Kupton? Dhe vazhdon edhe sot është i njëjti ligj në fuqi, 200.000 jetare. Ndërsa ne me grekët tani ti e di që ndikon historia, ndikojnë shumë gjëra. Cila histori është? Cila histori? Historia ka vazhduar. Ata Amerikana marrin detin, po na marrin edhe tokën. Vërtet. Mirë, ja kështu në fakt. Prandaj duhet të kesh marrëdhënie të mirë me Amerikën. Po patjetër. Ky është mesazhi. Absolutisht. Ky është mesazhi. Bëj çfarë thot Amerika, mos bëj çfarë do Amerika. Si ishte? Bëj si thot Amerika, mos bëj si bën Amerika. Mos ashtu, më mirë themi. Ti kishe ndonjë datë tjetër çfarë ka ndodhur?
Po ka ndodhur gjëra. Gjëra po janë pa rëndësi. Sot ka ditëlindjen Genti, duhet thënë. Me siguri ka një Gent që ka ditëlindjen, gëzuar. Dhe të gjithë atyre që kanë ditëlindjen sot, meqense jemi aty. Po edhe 1 mars ka shumë dëshirë për Shqipëri është. Po. Shqiptarët ishin planifikuar, vëlla. Planifikoheshin që të lindin nga data 15 mars e deri nga qershori këtë 3-4 mujor për shkakun. Aty bëj goditja e madhe. Goditja e madhe. Po ta kap pranvera, ta kap vule lekët që vinin. Po. Ti kur dash. Po, edhe ti dash. Ke qenë planifikuar më ta them. Patjetër. Me fëmijët shqiptar orë akt planifikimi orë nuk bëhet fjalë. Me lapse letë. Me lapse letë. Po. Dakor, data tjera s'kishte të rëndësishme 069 55 45 515. Numri i telefonit ton ju mjafton të na shkruani nëse keni nevojë për një koment, për një histori personale, për një problem që keni për të zgjidhur, ne do ta komentojmë së bashku me dëgjuesit e tjerë dhe shikuesit e tjerë dhe shpresojmë gjithmonë që të japim një zgjidhje situatës tuaj. Megjithatë mund të komentoni ose shkruani për çfarë do lloj gjëje që doni 069 55 45 515. Jeni me Rudin Mateon dhe gjithë grupin do të vazhdojmë me këngën e radhës. Vjen një këngë shumë e ndjer. Po, Djemtë e Vjosës. Jo, s'është Djemtë e Vjosës, po. Nuk është Djemtë e Vjosës, është më këngë e huaj, por është britanike, është Djemtë e Detit. Okej. Është 1973 nga James Blunt, 1973, ka anglisht domethënë. E dëgjojmë. Juam 1973, jeni në X Radio dhe X Media, jeni me Rudin Mateon, ora shënon 7:10 minuta. James Bluntit pëlqen si këngëtare mat? Kush është ky zotërion? Si këngëtare thash. Ore, di që James Blunt ka qenë në Kosovë? Jo. Po, ka qenë në luftën Serbi-Kosovë në 1999, James Blunt, edhe pse duket delikat, pak i brisht tek muzika e tij, është shumë i ndjeshëm. Prapë ka qenë një ushtar në luftën 1999, ka qenë në Kosovë. Ka qenë guzhinier masazhator. Dakor, tani mos u bashkë, por nuk ka ndonjë gjë, edhe unë po të isha në ushtri, do isha maksimumi preparator atletik, domethënë nuk unë front par nuk dal, domethënë harroje. Dal me ata. Interesante. Meqense përmendë Kosovën, sot është një ditë shumë e rëndësishme për gjithë ne shqiptarët. Si e shikon Mateo ti që je i specializuar tek specializuar, domethënë që ndjek Turqinë. Që ndjek. Allimi birki iç Beşiktaş. Pisim. Ndeshje shumë e vështirë. Çunat janë përgatitur. Do bëhet me. Më që është trajner Kosovë ky, por s'ka lidhje me çunat e përgatitur. Çunat janë përgatitur. Si e shef, ke një gjë? Një parashikim është gol pjesa parë një herë. Po jo parashikim s'ke dinë o burr. Ore, more vesh që po kalon, domethënë ligji ka kaluar, do hapen. Çfarë thua? Po patjetër. Si e parashikoj. Domethënë ndeshja është zakonisht shumë e vështirë, por patjetër që shpresojmë dhe urojmë që Dardanët të na bëjnë krenar edhe të fitojmë me Turqinë edhe. Në fakt formacioni i Turqisë parashikohet të jetë Çakër, Muldur, Akiadin, falë se ngatrova, Bartakçi ose Batakçiu, Kadiogluja, sigurisht që është një ndër lojtarët e mirë të ekipit, Yukseku, Çalhanoglu, Yilmaz, Güler, Yildiz dhe Artur Koglu. Artur Koglu dhe Yilmaz janë të Galatasarayt, pastaj. Kadiogluja Brighton, Yildizi dhe Güler dhe Çalhanoglu pastaj janë jetë më të konfirmuar. Mendoj se Turqia mat përtej rezultati që do ketë me Kosovën, e shpresojmë që të ketë rezultat negativ sigurisht kundrejt Kosovës, por a mendon se mund të jetë një ekip që mund të ndërtoj, po themi një brez, ka dhe Kokçu, po. Lojtari që ka luajtur me Feyenoordin, me Benficën, po. Mendon se mund të ndërtoj një gjenerat, po themi që ç'është e vërteta ka disa, domethënë talente, ka marrë rezultate relativisht pozitive, po themi, pasi domethënë ka një barazim me Spanjën edhe një humbje me Spanjën që është rrallë 0-6. Tashi pastaj ka Spanja të re, nuk është, po të gjitha tjerat pastaj Gjorgjine ka rraf jashtë.
Gjergjin e ka rraf jashtë, Bullgarin e ka rraf jashtë 1-6. Po nuk është se ka pasur përballje me ekipe, domethënë Bullgaria dhe Gjergjia. Gjergjia nuk është ekipi i keq, më çfarë fjalë. Po pra, atë po them që i ka dominuar. Po nuk diskutojmë këtë, po flas në tar, nuk e shef, nuk po do të ja fut kot ky smerr vesh. Nuk marr vesh, okay, në rregull. Nëse unë uroj për Kosovën që të bëjë një ndeshje. Kemi ndonjë informacion se si kemi ndonjë po nuk e di, domethënë nuk dua t'ja di. Ideja është që lojtarët kryesorë në dijenin time do jenë Fisnik Aslani, Muriqi, Reç Becaj, Vojvoda. Kështu që urojmë më të mirën. Po pak a shumë po, këto do të jenë edhe formacioni parashikuar, Vojvoda, Delova, Hajrizi, mungon Rahmani, Gallapeni, Hodza, Reç Becaj, Muslia, Aslani dhe Muriqi. Kjo pak a shumë do të jetë përveç ndonjë surprize, kjo parashikohet të jetë edhe formacioni i Kosovës. Por urojmë që t'ja dalin, no? Patjetër, urojmë më të. Edhe Turqia nuk ka mungesa të rëndësishme, të dy ekipet janë pak a shumë të Nëse për Kosovën mungesa e Rahmanit është për Kosovën po. Për Kosovën është Jashari, Rahmani, Paqarada dhe Abdullahu, 4 mungesa të konfirmuara që nuk luajnë, ndërkohë që për Turqinë nuk ka asnjë mungesë konfirmuar përveç Simsirit. Po, nëse bëjmë këtë analizën si ka kjo. Po. Do të përmendim pak miqtan që janë gjithmonë me ne në këtë emision, janë Smart Home Albania, një teknologji që ta bën jetën me atë çela më të lehtë, kontrollo shtëpinë, vilën apo biznesin tënd nga telefoni kudo që je. Siguri, komoditet dhe stil në një prekje të vetme. Smart Home Albania jeton më zgjuar dhe na përmend pak çfarë bëhet nga bota. E morën vesh këtë fundit ja ta them një të shkurtër fare. Ukraina ka dalë me ca prodhime dronesh pa parë fare, Mateo. Mirë Ukraina ka prodhuar disa drona byt. Tamam byt. Jugo, por megjithatë para se të shkojmë aty, Moti, se jemi tek Moti. Do ta realizoj ju, do mundohem po, kur do jepem jo, dhe shumë vështirë si, kur unë ti kaloj. Funksionon asgjë. Do të jem si një zon që lart do flu. Bëni ç'të doni, thotë, e ke parasysh, po mua do ma luni të siglat, domethënë me mua s'ka. Okej, Ukraina, sikurse po thoja, ka prodhuar një sistem dronesh, ndërkohë që ti dëgjon për shembull që lufta midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për shembull ka kosto gjigante për Shtetet e Bashkuara për shkak se kanë teknologji shumë të avancuar. Një raket nis në ata kushton $2 milion, ndërkohë Irani vazhdon me drone që i blejnë tek Temu, kupton? Kjo është ideja, edhe ukrainasit tashmë jo vetëm po prodhojnë për veten e tyre, po tashmë po mendojnë dhe po eksportojnë, të furnizojnë absolutisht shtete si Emiratet e Bashkuara, Katar e tjera të më radhë. Po, është vërtet. Këto sisteme janë super të përballueshme, Mateo, shumë efikase, janë zhvilluar këto kohët e fundit, quhet Sting, si këngëtari, e ke parasysh? Po, si këngëtari fix. Që ka luajtur me Blackburn. Po. Quhet Wild Hornets, prodhuesi. Shpejtësia maksimale është 280 km/h, atë që nuk është pak. Mirë. Arrin një lartësi maksimale 7000 metra. Autonomia është 37 km. 37 km nuk është pak, Tiranë-Durrës. Po. Mund ta nisësh, mund ta çosh me makinë deri në pikë të afërt, edhe e nisë aty. 0.5 km është pesha që mund të ngrejnë dhe çmimi varion në varësi të kushteve, ka kondicione regjistrati ku kupton normal. $1000 deri në $2500 kushton një i tillë. Për një shtet, për industrinë e shteti, për ne Shqipëria ishim shumë të interesuar. Do t'i marrin se janë okazione dhe me to do xhirojmë dasma, do kapim videoklipe. Jam interesuar gjithore. 37 km. Përdoren si mjete. Po të bie më lirë se një dron komercial. Po pra, tamam. E vërtet është. Bravo i qoftë Ukrainës që edhe në këto kohë të vështira për veten e vet. Po, gjen mundësira. Njeriu po pra, patjetër. Ore në kohë të vështira që është vërtet. Rudizmo, e di që rreth 522.000 shqiptar kanë marrë shtetësi europiane. Emigrantët që kanë ikur nga Shqipëria tashmë po bën qytetar të vendeve të BE-s me të drejta të plota.
Që nga viti 2010, rreth 632.000 shqiptar kanë marrë pasaport në një nga vendet e BE-s, ndërsa vetëm dekadën e fundit janë dhënë 522.000 shtetësi. Niveli më i lartë ishte në vitin 2016 me rreth 667.000 në vit. Ore, e ka thënë Blendoziu, është e tmerrshme që më shumë se gjysma tashme shqiptarëve jetojnë jashtë Shqipërisë. Jemi një ndër 3 shtetet në botë, 2 janë afrikane, më duket se shteti tjetër ishte Armenia. Kjo ndodh gjithani. Jo që të kesh gjysmën e popullsisë jashtë. Po tani në fazat caktuara të historisë, zotri, kjo si ka ndodhur, për tani për çka gartu të bësh zhurmusin. Absolutisht më thuaj. Tani ore, fol me shembuj konkret zotri. Për te shakave. Mos mendon se kjo është një lloj mënyre për tu integruar në BE, pra bëhen politika pak më të lehtë. Ti heqim gjithë shqiptarët që të integrohet. Bravo. Kush do të vi, le të vi. Këto që janë aty, qeveritarët e tjerë që janë në rregull, le të rinë atje, s'ka problem. Janë thënë edhe ide tjera që mos futet direkt Shqipëria bashkë me Malin e Zi dhe Maqedoninë në BE, po të krijohet një si paradhon. Nuk ka shans ka përdorur ato dhe thotë, shiko, po i lirojmë politikën. Ore heqim popullin njerëz. Po, pra, domethënë këto që duan o vlla, e kanë të lehtë, është shumë lehtë. S'është e vërtetë. Se kush nuk do të iki. Po ka njerëz që ndoshta mund ta kenë mirë, mund ta kenë në Terezi. Po edhe ata që kanë Terezi o burr gjithë në Shqipëri kanë, po të kishin mundësi do largoheshin, edhe ata që e kanë mirë. Thjesht disa e kanë me bezdi, disa e kanë me përtojnë që ta nisin nga fillimi, kanë investuar shumë vite në Shqipëri dhe thonë tani po të iki jashtë duhet të sakrifikoj një karrierë, një bazë financiare që kam ndërtuar. Është vështirë. Po shumica dërmuese njerëzve do të iknin, edhe nuk është se i fajsojore, kupton, kur e mendon. Nëse nuk është vetëm fenomen shqiptar, duhet të thënë që në të gjithë Ballkanin ka emigrim masiv, edhe Greku duket se ka eksportuar diçka tek 500.000 njerëz. Pra nuk është se është fenomen vetëm i Shqipërisë. Diferenca e Greqisë me Shqipërinë është që Greqia është 10 milion, për i cilëve 6 milion janë arvanitas, që duhet të thënë. 10 milion banor, 11 milion banor, diçka e tillë, nuk e di sa mund të jenë shtuar kohët e fundit, ne jemi 2 milion, kupton? Nëse ti eksporton 600.000, bie që të jetë pak a shumë 1/4. Jemi mirë. Vazhdojmë me ritme të mira. Okej. Nëse këto ishin moti, mos zgjatemi më, sepse jemi vonë, Mateo Çela dhe duhet të bëjmë dhe rubrika tjera, burr. Absolutisht. Tani do të përshëndes me një këngë të Djemtë e detit. Djemtë e detit, e solli më në fund erdhëm me Mari, faqe kurabia. Juam Maria nga Santana, jeni në X Radio, në Express me Rudin Mateon dhe sigurisht gjithë grupin e X Media, ku në fakt mund ta gjeni X Media Official në YouTube dhe mund të na ndiqni edhe me imazh. 069 55 45 numri i telefonit, mjafton të shkruani kërkesa, qofshin edhe muzikore, ankesa, pyetje, çfarë do që të dëshironi. Por sa të bukur ngelen sa këngë, por Maria. Patjetër. O Maria, faqet kurabia. O Mariana. Nga Maria ka luajtur direkt te Mariona. Si ka patligjana me faqet me nishona. Me nishona, mendoj se thoshte gjithmonë kam. Përpara se të shkojmë tek lajmet më të rëndësishme të ditës për njerëzimin, duhet themi Rud Eurocall Service, kompania lider e gjeneratorëve në Shqipëri, të pranishëm në shkolla, fabrika, spitale dhe shtëpi, ata garantojnë energji kudo. Prej 35 vitesh Eurocall Service sjell siguri, besueshmëri dhe energji që nuk ndalet. Të falenderoj për informacionin mat. Po lexoja një për para se të shkojmë tek lajmet më të rëndësishme të ditës, do të them një lajm mjaft të rëndësishëm nga David Sinclair. David Sinclair është një nga liderët botëror për sa i përket zhvillimit të teknikave, teknologjisë, mekanizmave të ndryshëm për të reversuar, për të kthyer moshën pas. Është profesor në Harvard i genetikës dhe ka qenë vitin 99 që është i angazhuar tërësisht tek longevity, pra tek jetëgjatësia. Janë 3 element, është longevity, është lifespan dhe health span, që merret, po themi, e gjithë bota perëndimore. Pra është jetëgjatësia, cilësia e jetës dhe gjatësia e jetës. Për qytetarët e vet. Për qytetarët e vet dhe jo vetëm. Informacioni në fakt nuk është është kudo. Sigurisht që teknikat se si ti mund të jetosh gjatë janë bazike,
mundohu të ushqesh me ushqime të plota dhe të shëndetshme, mundohu të bësh aktivitet fizik dhe mundohu të menaxhosh stresin. Këto janë 3 bazat. Sigurisht tani ka dhe mundohu, më fal Rud, që mos jetosh në vende që mund sulmohen me dron, me raketa. Absolutisht, ajo e ul jetgjatësinë në mënyrë akute. Megjithatë për gjithë ata që nuk kërcënohen nga fatkeqësi natyrore e të tjera me radhë, që na vjen dhe vërtet shumë keq për çdo që është në kushte të tilla. David Sinclair del me një deklaratë që thotë që kur fertilizohet një embrion, 7 ditë e para të saj, embrioni ka materialin epigenetik të prindërve të tyre dhe reflekton tërësisht moshën që kanë prindrit. Pra një embrion ditën e parë, të dytë, të tretë, katërt, 5 dhe 6 deri në ditën e 7 reflekton eksaktësisht moshën e prindërve të tyre. Ata mund ta marrin atë embrion dhe të kuptojnë eksaktësisht se çfarë moshe kanë prindrit e këtij embrioni. Dhe embrioni në vetvete ka eksaktësisht plakjen, stresin, të gjitha shenjat që ka kaluar në jetë organizmi, dy organizmat që e kanë sjellë në jetë. Ditën e 7, sigurisht tani besimtarët jam i sigurt që aq më tepër të krishterët do thonë që ka një lidhje ditë e 7 me kushdo do bëj lidhjet e tij, po ditën e 7 ndodh një proces, po kocë janë të shënuara, në fakt edhe mund të jenë. Kush i di këto gjëra? Ditën e 7 ndodh një proces i mahnitshëm. Embrioni bën një riversim, bën një kthim dhe bën një largim komplet të markuesve epigenetik që kanë prindrit e tij dhe kthehet zero. Pra e nis jetën nga fillimi, pa asnjë lloj ngarkese pa stres, të kaluar nga prindrit, po sigurisht. Kjo tani është kthyer, kjo studiohet se cilat janë mekanizmat, proteinat e vogla ose molekulat e vogla, të cilat ndikojnë pikërisht në këtë kthim, në këtë proces. Dhe në Boston premtohet që një si mund ta quajmë drog, medikament, drug. Një medikament që quhet ER100 mund të jetë në gjendje që të bëj pikërisht këtë kthim. Tashmë David Sinclair thotë që mbase mund të jemi duke u ballafaquar me një before dhe after, një para erës dhe pas erës së ER100-s. Që do thotë që njerëzit tashmë mund, sigurisht nuk është David Sinclair i pari. Shumica atyre që merren me jetëgjatësinë thonë që dëgjoni me vëmendje, kushdo ja del thot 5 vjet, të mbijetoj këto 5 vite, do të hyjë në një epokë që do të konsiderohet normalitet të jetosh në 100 vite. Kushdo arrin të mbijetoj këtë 5 vjeçar, do të hyjë në një epokë që konsiderohet normalitet të jetosh 100 vjet. Kushdo që arrin të jetoj, thon këta, nuk e di se sa e vërtet është, mund të jetë dhe çështje kohe, mund mos të jetë 5, mund të jetë 10. Kushdo që mbjeton, thon, deri në 2055-ën do të konsiderohet normalitet të jetosh 200 vjet. Çfarë? Ndërkohë që Sinclairi thotë që mbase ndërmjet arritjes së ndërhyrjes pikërisht me ER100 në genet vogla e tjera me radhë, që nuk jam ekspert për ta shpjeguar, do të flasim për një normalitet të ri. Atëherë do të kemi njerëz që mund të jetojnë shekuj, sepse mund të bëjnë reversim. Sa fillon të plakesh, të kthehen sërish. Shumë realisht, bombastike kur e mendon një informacion. Edhe çfarë do bëjnë me jetën, ne s'po shtym dot. Atë po mendoj valla, do shtyhet mosha e pensionit, do dalësh në pension. Absolutisht do gjë ndryshon. Jo, po kjo as ke për dal, kam përshtypjen. Po kjo sigurisht kjo do jetë e para punës, do të jetë ekskluzivitet, kam përshtypjen si medikament i disa njerëzve, që do merret revista Forbes, edhe ja ku u zgjidh, domethënë, do jenë disa njerëz që nëse derisa të fillojë të kthehet normalitet dhe kjo se çdo medikament i ri fillimisht kushton shumë, pastaj fillon të jetë aksesueshëm nga të gjithë. Çështja është që dikush do thotë çe dua të jetoj 80 vjet, po të jetoj si shpend, kupton, të jetoj si Luan, kupton. Çështja është që nëse je në gjendje të jetosh 300 vjet, një zë aty. Hajde me lopatën. Sigurisht nëse jeton 300 vjet do të jesh në gjendje shumë të mirë fizike edhe 180 vjet, edhe 200. Po. Kjo pastaj ndryshon gjitha politikat. E para njerëz do jetojnë shumë gjatë, popullsia do shtohet shumë, përveç se nëse merren masa që të mos
Do lindi aq shumë popullsi. Rifilloi të lexohet Interesante. Thomas Maltusi. Interesante, imagjinor. Se janë ca koncepte thotë. për shembull, janë ca koncepte që janë shtruar nga njerëzimi ndërmjet institucioneve të ndryshme, qofshin folklorike, qofshin historike, qofshin fetare, qofshin masonike. Po, qofshin kryesisht fetare, që për shembull jeta është në duar vetëm të krijuesit. Atë kemi hedh poshtë deri tani, kupton? Po. Kemi një 35-40 vjet që këtë sigur e kemi hedh poshtë si teori që çoku mund vetë klonojmë njerëz. E krijojmë dhe vetën. Tani çdo gjë është e sigurt për domethënë asgjë s'është e sigurt përveç vdekjes, kanë thënë njerëzit, në nivel folklorik, social, kulturor etj. Me radhë. Por që do ndodhi. Edhe kjo vjet diskutim tani. Imagjinoni këtë, që njeriu të sfidoj vdekjen. Pra të jesh i përjetshëm, të kesh një teknologji e cila mund të lejoj që të rifreskosh gjitha genet, qelizat, indet e tua trupore. Kjo është një teori shumë e re. Sam Stelz janë, ai do të injektojë disa qeliza, të cilat do të futen në trupin tënd dhe do të përshtaten dhe do të bëhen o qeliza neuronale, o qeliza të një indi të caktuar, çfarë do lloj qelize. Pra vetëm 5 vite rutizmo, ha? 5 vite për të jetuar 100 vjet thotë. 25 vite deri në 30 vite për të shkuar edhe në 200 vjet dhe mbase diçka më shumë për të shkuar gati në përjetësi. Pra ti do jesh në gjendje të zgjedhësh vetë se kur do ta fikësh butonin. Shumë interesante. Dhe në fund do vdesësh tot Mario. Thashë do thohet ti. Ore qëllim nuk ka nuk është destinacioni Mario, është udhëtimi jo. Është udhëtimi. Thashë do thohet ti do jesh në gjendje që të zgjedhësh edhe pas 100 vitesh, a do votosh për Sali Berishën apo Edi Ramën? Shikom, Sali Berisha vëlla nuk i ka fare këtë teknologji, po të siguroj që do shkoj aq, kupton? Absolutisht, edhe pa këto teknologji. E ka vendosur ai, unë dua të ka vetëm 2050-ën tha, kupton? Gjërat vogla. E kupton të çfarë thotë për politikën shqiptare, mo. Nëse del një teknologji e tillë dhe u lejon këtyre të lejojnë me shekuj, unë ta siguroj që këta do t'i kesh për të paktën 6-7 shekuj. Ore do të kthehen u linj. Historia që ka vetëm 40 vjet që merret në politik do jetë kështu më burr, si ujë stenjishi. I shpresa. Edhe do jetë Saliani, po një lloj freskët. 40 vjet që merret. Po një lloj freskët Saliani, do thotë unë jam i ri akoma, jam vetëm 160 vjeç, kupton? Një lajm shumë interesant Rut, që sapo shpërndave bëre share, dhe ti imagjinosh tani që po të hapësh dhe të lexosh për aktualitetin këtu, lexon lajme tipit do kesh shkëputje uji në Vlorë ose do ketë, me çfarë merremi ne dhe me çfarë me çfarë merret bota ore. Me çfarë merret bota. Shikoj, nuk merret gjithë bota, se dhe amerikanët merren merren ata më të mëndsh. Ore shikoj, gjithë njerëzimi ka avancuar si pasojë e faktit që disa gjeni kanë ekzistuar në gjithë ekzistencën e tyre. Nëse merr popullin, për shembull, është një eksperiment. Nëse merr një njeri mesatar, nga sot dhe ka një teori shumë 5 shekuj pas, çfarë do prodhoj për atë realitet atë njeri? Asgjë. Zero. Asgjë. Kthej edhe 2000 vjet pas, asnjë gjë nuk prodhon. Do thotë, s'keni telefon pop. Thot atë, nuk e di, e ke dëgjuar, është interesante që thotë njeriu mesatar, domethënë akoma shiten thot detergjent që shkruhet mos e pi. Po, llogaritë nivelin e njeriu mesatar. Hiqeni atë dha mos e pi dhe pastaj mund diskutojmë me të zgjedhim. Bravo, shumë e bukur. Mirë, ne themun tani me logjikën time, them të shkojmë çik në muzikë. Patjetër, muzikë. I Can't Dance, Genesis, vjen në 107.7. Në X Radio jemi me Rudin Mateon dhe gjithë grupin Shurupin. Çfarë shpreh e bukur kjo. Grupi Shurupin. Sa dëgjuam Maskenada Nosa, ore sa Nosa. Si mund ta them në aksen brazilian Mateo, se nuk e nga aksenti brazilian, portugez she. Si është, të lutem? Obrigado. Ashtu është. Po. Rafinha. Ata ston rën, është interesante. Po. Janë Cristiano Ronaldo. Mirë, jeni në Express miq dashur dhe sigurisht ku ka si Expressi, valet e 107.7 gjithmonë, ore, nëse i bëni një regjistrim ata aty. Absolutisht. Dhe mos harroni të gjitha rrjetet sociale, jemi kudo, Instagram, Facebook, TikTok, X, patjetër dhe xmedia.al. Mateo, ku jemi tani? Tani është momenti ne kemi përzgjedhur një pyetje, është histori, në fakt. Thot çuna mirëmëngjes, urime për emisionin. Kam parë se trajtoni tema të ndryshme dhe unë sot doja të ngrija një shqetësim më serioz. Dje isha në QSUT, thot në urgjencë me maman time, më bëri përshtypje
se si ndryshoi sjellja e mjekut pasi I futa në xhep 20.000 lekë. Të vjetra besoj do të jenë këto. Edhe pse ai vet ka si ti futesh 20.000 lekë të reja. S'ka monedh. Jo, Maksimumi s'ka, 10.000 lekë. Mund të kishte fut 2 dhjetë thua. Mund t'i futesh. Ai thotë ai, o zoti i madh. Po ti ku e di ti ke punuar mjek? Ai që do gjen mënyrën, ai që s'do gjen justifikimet. Bravo, me këto shprehje do ecim para ne. Edhe pse mjeku thot nuk I kërkoi, me njëherë u bë shumë I përkushtuar, I ndryshoi kurën dhe u kujdes të shkonte në një dhomë me kondicioner. Nuk më duket e drejtë dhe jam në dilemë a duhet ta denoncoj publikisht si rast. Do ti bie denoncosh veten. Kjo është e para punës, po ka shumë pse bër kush ta kërkoi? Ai s'ta kërkoi një herë. Ka shumë po se kërkoi, po është edhe fakti Rut që ndoshta ka vënë re që nuk kishte vëmendjen e dur. Edhe kjo është ndoshta është fiksimi jono. Shikoj, që të jemi të sinqert. Ta zëm nga fillimi. Do jemi sinqert në lidhje me këtë gjë se kjo është e rëndë, nuk mund të ironizoj as mjekët, as korrupsionin, as të jemi të sinqert që mjekët strapacohen me vite për kushtim. Janë të nënpaguar dhe janë të nënpaguar, kjo është e padiskutueshme. Po sikurse mund të thoshte edhe avokat Spartak një, të lutem 1 minutë. Të detyroj njëri? Po. E ke zgjedhur. Eksaktësisht. Domethënë ti e ke zgjedhur vetë dhe supozohet se që ti jesh mjek, sigurisht ke bërë një betim të Hipokratit, një rrugëtim jashtëzakonisht të gjatë dhe absolutisht, dhe që do thotë që brenda vetes tënde, që ti jesh mjek, duhet të kesh një sens idealizmi, empatie, dëshire për të bërë mirë, domethënë jo çdo njeri që mëson në shkollë duhet bëhet mjek, se po u bëre mjek sigurove jetën. E para punës. Mjekët pa diskutim mund të paguhen mirë në krahasim me çfarë paguhen tjerët, por për lodhjen e tjera dhe përgjegjësinë që kanë, jo detyrimisht paguhen aq sa do duhet të paguheshin. Megjithatë, një pjesë e mirë e tyre prandaj dhe emigron jashtë. Ata që rrinë supozohet se duhet të kenë një idealizëm. Nuk duket sikur e kanë një pjesë e tyre patjetër që kanë, ka mjek që kanë humanizëm maksimal. Pastaj vjen pjesa tjetër, është pjesa jon kulturore si popull, që pa çka se kush është mjeku përballë, pa çka se sa I dedikuar mund të jetë, pa çka se sa idealist dhe profesionist mund të jetë në atë që bën, dhe pa çka se sa I kujdesshëm mund të jetë për të trajtuar pacientin me vëmendjen maksimale, me dashurinë maksimale, me përkushtimin maksimal. Ne nga zakoni na duket sikur nëse nuk ja japim atë 10-shën apo 20-shën, duket sikur nuk do ta marrim shërbimin. Jo se atyre u prish punën. Respektoje. E ke respektu? Po e respektove dhe të respektoj. Nëse shumica dërmuese do thoya, a mendon se për shembull 99% e shqiptarëve ku shkojnë ose do ta japin paraprakisht, ose nëse marrin një sjellje normale, që është normalitet. Që është normalitet, atëherë për kënaqësi do t'i lënë një 10-çe, 20-çe pa kërcika. Është edhe patjetër që mendoj që është pjesë edhe e kulturës. Ose mund të jetë deluzioni im, mbase jo, edhe unë ndaj të njëjtin mendim, që është pjesë e kulturës. Problemi, unë kam problemin me njerëzit të cilët e kanë këtë qasje, por e diskutojnë më pas. E ke parasysh që e bëra këtë gjë, nuk është se mi kërkoj, po ja, rasti konkret, domethënë rasti konkret për shembull, duket sikur ka ndryshuar gjë, se I thot I dash 20.000 lekë dhe pastaj më çoj tek dhoma me kondicionere etj. Pastaj, shiko, trajtimi ishte më I mirë. To infermiere gjëra për shembull që dëgjoj unë vërdall, është që pos edhe nuk të prek njëri me dorë, e kupton? Që njëri çtruar për shembull, është normalitet për ata japësh. Megjithatë nuk e di ta them. Unë personalisht kur kam qenë në institucione publike, po themi të këtij lloji shërbimi, jo keq një sjellje. Në pediatri për shembull kam parë sjellje shumë të mirë. Mbase nga që janë fëmijë, ne adultët për shembull na ec përpara, ku diun. Nuk e di ta them. A ka pas abuzime absolutisht, a ka pas sjellje njerëzore absolutisht, por nuk më pëlqen sepse edhe në industri, edhe në sektorin e mjekësisë, po edhe në sektorin e policisë për shembull, ka njerëz të jashtëzakonshëm. Patjetër, më vjen keq që ndonjëherë sistemi mund të ketë mangësi dhe I merr vala të gjithë. Bëhet çështje edhe stereotipizohet. Stereotipizohet shumë. Por gjithsesi kjo është interesante sepse ideja është që ti kërkoj lekët është e para gjithë. Problemi është që janë disa situata ku duhet ti vetë nënkuptosh, si rasti konkret, që domethënë nuk është se ka kërkuar, por ka parë që shërbimi nuk është aty ku duhet. Duhet të jesh psikolog më plak. Edhe duhet ta kuptosh tani që
mos ndoshta duhet ta respektoj dhe pasi e respekton, pastaj e shikon që bëra mirë që kërkon këtë lloj kapaciteti analizore, kupton? Ky s'ma kërkon, po unë duhet ta kuptoj që duhet ja, pastaj jo, shikosh, normaliteto do ta japësh kafen atë. Është normalitet kafe. Ore, jepet ti është brenda. Jepet ti është brenda, po. Kujt i bëri keq? Një kafe. Nëse ju komentoni na thoni se cili është mendimi juaj 069 55 45 515 është numri i telefonit. Sigurisht jemi të interesuar që ta dim sepse në fund të ditës këto janë absolutisht mund të ndanin nëse keni histori të ngjashme apo nëse keni histori krejt ndryshe, pra nëse keni takuar mjek që ju kanë respektuar maksimalisht dhe kanë bërë detyrën e tyre. Ne do shkojmë në një këngë tashmë. Mateo Çela do të shkojmë tek Mercy Dafi, i ke parasysh? Do ta mësoj. Çfarë nuk e? Është një famshëm. Begging You for Mercy, sa u dëgjuam Mercy nga Dafi, jemi në 107.7 në X Radio dhe në Express dhe sigurisht në X Media në YouTube jemi live në këto momente në transmetim për gjithë ju që donit na shihni me imazh ose që na shihni me imazh. Ju përshëndesim të gjithëve. Mateo Çela duhet të përmendim mikun e emisionit ton, sigurisht që është ku jemi? Klinika Europiane e Syrit. E cila mbështet që nga dita një Ekspresin me në krye doktor Kastriot Boricin, një emër i njohur në okulistikën shqiptare. Klinika ofron Mateo vizita, konsultime dhe ndërhyrje të specializuara për çdo problem të shikimit dhe e dini tashmë klinikën e gjeni lehtësisht te komuna e Parisit. Mirë, sigurisht edhe përmendëm në fillim të emisionit, dita nisi pak e hapur, por do të jetë pak e mbyllur, thonë, vazhdim, të paktën indianët që e parashikojnë. A e di historinë e këtyre plakave? E kemi dëgjuar. Ka disa versione në fakt. Ka disa versione. Edhe në Ballkan ka, nuk është vetëm Shqipëri. Edhe ato e kanë. Po, është, shiko, origjina është pagane, por kupton? Po. Të gjitha këto mitet dhe legjendat që flasin për motin dhe kanë ndërtuar diçka, një histori me një plak ose një gjysh ose një fëmijë, sigurisht janë të lidhura me kulturën pagane. Megjithatë, nëse dikush nuk e di se si është historia e plakave, le ta dëgjojë. Legjenda thotë që një herë një kohë, sipas është gojdhënave, thashë. Sipas gojdhënave shqiptare, një plak shkoi në mal për të kullotur baktit dhe duke parë motin e ngrohtë me diell, plaka ju drejtua diellit dhe i tha: "Tani unë do t'i kullos për qejf baktit. Lam të mirë dimër, shko në djall." E teproj. Në këtë moment, prilli ose marsi, se kjo është në kultura ndryshme ndryshon. Shkurt ojmë vllai, tha. Më jep 3 ditë huat ta ngri plakën me gjithçka ka. E bëri dhe me rimor është. Menjëherë pas kësaj, legjenda thot se u bë aq ftohtë sa plaka ngriu me gjithë baktin në mal duke u kthyer në një shkemb. Shkemb, pse e tha shkemb? Sepse historia ka ndodhur mal Tomorit. Historia ka ndodhur në mal të Tomorit dhe është vendi ku plakat ngrin me bakti, nuk është vetëm ajo plakore, është edhe një plak tjetër. Është edhe një ngriu dhe ajo u bën 2-3 plaka. Dhe sipas gojdhënave, vazhdoj me gojdhënat, në atë vend sot gjendet një gur në formën e një plake, ku edhe sot e kësaj dite buron ujë, dhe që thuhet që janë lotët e plagës. Kjo legjendë sigurisht thash njihet jo vetëm në Shqipëri, që ka disa versione, po njihet edhe në shtete tjera dhe në kultura tjera që prishet moti edhe në vende të tjera. Prishet edhe në Greqi, mars, prill, maj është plakës riafër, ose nuk i kujdes çadrës mos ju ndaj. Mos ju ndaj çadrës me këto plaka që na ndahen, domethënë. A besoj se mund të jetë vërtet si histori, se është e sigurt që sa herë tregon një histori të tillë që ekziston një fije dyshimi tek mënyra se si e tregon historinë, gjithmonë del dikush është histori e vërtetë, ore, kam qenë aty. Po është, po patjetër. Kam qenë e buçi aty te e plaka aty te rrjedh lotje, ç'a bën? Do mora kam qenë vetë, ore rrjedh loti kështu, ka qenë ditë valla. Ka qenë edhe është ujë. Thacir komplet, vdisjen e perk komplet kudo nga thacira. Ujë kripur. Po, del ujë me kështu me magnez. Ore, shiko se këto nuk janë kota. Ore, si janë kota mamë, diçka duhet të ketë. Gjithmonë
bën disa ditë ftohtë në prill, në mars, në verë është vap, e ke vënë re Rudi që në verë është vap, ndimër është çik, domethënë është ftohtë, në vjesht çoku bën vap, pastaj fillon e bëhet ftohtë. Janë fenomene shumë janë domethënë diçka e din ato se por çfarë bëhet me ne shqiptarët ju të rinj, jo po shkenca, jo po kjo. Tani si ka mundësi valla, jeni di ti. 2026 në burr. Ata po reversojnë moshën, po shkojnë, po vizitojnë planete. Ai tjetri ka tjetra muhabete Mario, andaj po. Kina goditi ret me rreze dhe nuk era muaj një 600, nuk era një 6 muaj atje, se do bëjnë lorat olimpike dhe e kuptoni tani çfarë bëhet. Kina vazhdon tani po krijon një teknologji që po riprodhon energjinë e prodhuar nga dielli. Pra po krijon një diell të vogël artificial i cili do të jetë në gjendje, janë duke zhvilluar këtu më duket 2011. Po vijojnë të zhvillojnë një teknologji e cila premtojnë që brenda 10 vjeçar do ketë përfunduar, do krijojnë një diell artificial i cili do prodhojë energji sa për të mbuluar 90% e industrisë kineze, vetëm ai dielli i vogël. Nëse arrin ta prodhojnë me sukses, atëherë do prodhojnë kopje të kësaj. Dhe ne vazhdojmë dhe themi që në tomorr është plaka që nxjerr lot. Dhe po të pish nga ato për shembull, pastron veshkat. Xhaja im shpëtoi dorë me një. Nëse është një histori që prek edhe temën e borxhit, ë? Kërkon borxh vllajt. Nuk mund të kalohet kështu. Sa i thotë, "O shkurtë im vëlla, më jep borxh." Po, prek shumë tema. Prek dhe tema, se po ta mendosh edhe në shkurt bëjnë disa ditë vap dhe ç'është e vërteta, transaksioni ka kaluar me sukses. Po pse do ndrosh ti 3 ditë të mira me 3 ditë të këqija? Po thjesht për natë, për fiksim, thjesht për të rënë plagës. Po, exchange rate-i duhet të ishte më ndryshe. Po paleça, ore janë edhe muhabete si dimne, janë edhe muhabetet vjetra, hatërmbetjet vjetra. Mirë. Do të shkojmë te kënga e radhës. Tony Toy na përshëndet me Where is my husband? Ku është burri im, thot. Është një Afro House, mos mendo se është Afro House, ka çik sa lezetshme që. Jemi rikthyer në X Radio, në X Media dhe në Express me Rudin dhe Mateon. Ora shënon 8:12 minuta për gjithë ju që jeni të sintonizuar me ne. Po. Ju përshëndesim dhe themi mirëmëngjes qofse o trëndafil me ves, absolutisht. O Marcela, Rud, do duhet themi gjithashtu Prestige Home Center, destinacioni më ekskluziv i arredimit në rajon, me mbi 100 marka prestigjioze ndërkombëtare me standardin më të lartë të stilit, elegancës dhe komoditetit për shtëpinë apo biznesin tuaj. Prestige Home Center ju pret në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 12. Rregulli, çfarë më thoje që para, po më thoje për atë. Ore, ishte një lajm që e lexova, dhe je sigurisht që duhet të kesh lexuar. Që Gucci nxjerr, si thuhet, Pampersa apo Pampers. Po në fakt ajo duhet quhet Pelena, se është Pelena është se si muhabeti asaj që i themi Orbit Çamçakizit, po nëse. Okej, nxjerr Pelena fëmijësh që kushtojnë $500. Luksi zyrtarisht ka arritur një nivel krejt të ri dhe këtë herë bëhet fjalë për bebet. Gucci ka nxjerr në treg Pelena me një çmim tronditës për vetëm $499. Pa atë $1 do ta lësh. Pse e bën domethënë këtë lojë psikologjike, sa ai që do blej $500? Eksaktësisht, po kjo është hipokrizi totale, domethënë nëse është produkt luksi, kupton vetëm se nuk ka nevojë ta bësh $499. Sikur do blesh ku dëgjon qumësh. O mund të jetë çështje taksimi, nuk e di. Mund të jetë edhe kjo që del ky çmimi i caktuar dhe ai ka llogaritë fitimin e vet. Nuk e duam. Sigurisht. 400, po çfarë ka ndonjë informacion të çfarë bën kaq të shtrenjtë, thjesht çështje marke apo ka ndonjë material? Kto janë rrutë të dizajnuara me modelin ikonik, monogram dhe me një estetik minimaliste. E ke pa Pelenat e tjera që janë. Po për janë të egzageruar, kanë neon gjëra, ke bërë shkrime me vazo me lule me kështu. Se këto janë stil minimalist. Çfarë ngjyre do jenë? Dhe me një dhe ato duken më shumë si një deklarat mode, thotë, se sa si një nevojë bazë. Domethënë janë të hapura para të gryzurave. Janë stil do të ketë të Gucci-t, po. Domethënë ideja është që A do shpenzohet ti këtë shumë? Në rast të se net worth-i juaj, klikoni në Google Rudhizmo net worth. Net worth-in, po. Klikojnë figurat publike dhe net worth. Patjetër. Shiko,
Nëse fëmia im do ishte kaps një 2 vjet, kupton, është e sigurt që do ja kisha marr, kupton? Që të hapeshim këtu në për. Po duhet mos bënte gjë një 2 vjeçar. E vërtetë, E jona është kështu mirë, domethënë. 2 herë në ditë, mua 2 ditë më zgjasin ato $500 nuk ja vlen. Kështu që o vlla, po ta mendosh, pse njerëzit, se gjithë pyetja do jetë, domethënë pse duhet bësh një shpenzim të tillë. Po mirë, dakor, pse e blen ti një bluze ose diçka 800 euro, 700, 600, 500, çfarë si ka. Ndërkohë që mund ta blesh dhe 100 euro, 80 euro, se të njëjtin funksion ka. Dhe kjo është për njerëzit që kanë mundësi o zotri. Ja të ta them. Ka punuar baba ose nona i fëmijës. Në këto raste kam përshtypjen janë rastet ku më shpesh punon gjyshi. Ja, po sigurisht. Po ta them unë diferencën, sepse ti vërtet I merr ato atlete 800 euro, 2000 euro, 5000 euro çrëndsi ka, kupton? Po nuk është se I merr. Po nuk e bëni ai shitsi atë. Shive atletën? Po nuk është se I merr ato për shembull, edhe I vendos në WC dhe vete I sipër, kupton? E ke parë njërin për shembull? Jo. E pra. Tash kjo është diferenca. Mirë, ne do të shkojmë në një tjetër këngë, Macklemore, Ryan Lewis dhe do të rikthehemi për pak fare jemi me të ftuar Inter restorant fare. Pa parë çuni që do jetër. Jemi rikthyer në X Radio, në X Media, jeni me Rudin, Mateon dhe sigurisht të ftuarin që ju premtuam pak më parë, as më pak dhe as më shumë se Gjibani! Mirëmëngjes I dashur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, pse je gjithë. Më e madhe që je këtu, nuk e di nëse ta prishëm gjumin, si ke oraret. Po tash është një shprehje që thot nuk bën dot nder pa sakrifiku diçka. Kështu që kur jep fjalën dikun, tash të paktën minimumi është në orë nga gjumi. Pastaj edhe ti personalisht, edhe bosi këtu e meritoni, nuk është se nuk e meritoni. Të falenderojmë shumë. Të falenderojmë shumë. Si është rutina Gjiban mëngjes? Si është rutina? Çdo të ftuar e pyet si e ke rutinën mëngjes. Si kam rutinën mëngjesit? Neve na është ndryshuar shumë. Ti çosh gjën për emision. Unë faktikisht nuk është se jam shumë I mëngjesit, kur zgjohem në herë mëngjes ndjem shumë krenar për veten time, them jam një njeri I rregullt I cili jep kontribut në shoqërinë ku jeton. Por nuk është ky rasti në përgjithësi, mëngjeset më gjejnë duke fjet, duke pushu. Kështu që kjo është rutina e mëngjesit, Gjumë, je edhe tip që flet deri vonë natën? Jam tip që rri deri vonë. Flet deri vonë natën thashë? Rri deri vonë natën, po çfarë bëhet kështu? Kur zgjohesh mëngjes? Okej. Unë faktikisht e kam pas këtë, besoj gjithë brezi im, jam I lindur në 81-shin, gjithë brezi im e ka pas këtë biles shumë edhe e kanë këtë guilty, këtë ndjesinë e bëjt diçka gabim, po e fajt që po nuk u zgjove në mëngjes edhe të punosh, të kesh diçka stabël, po në Suedi më hiku kjo, domethënë në kontakt me vendalit aty, ata e kishin që ku e ndjeje veten më mirë. Ore, dhe ashtu duhet. Nuk ishte nuk ishte thënë që duhet se s'bën që ti ishe I rregullt dhe njëri domethënë I sakt për shoqërinë ku jeton se s'bën të zgjohesh mëngjes, mund të zgjohesh në treg edhe të vazhdosh një turn tjetër. Pastaj çfarë thonë pilotët e stuadierëve, të cilët Shiko, në Suedi ose në këto vendet nordike edhe nëse nuk zgjohesh fare, shteti mendon për ty, por në Shqipëri duhet vraposh 25 orë në ditë. Janë fjalë të mëdha këto që shteti mendon për ty, po nuk u zgjove fare. Nuk është ashtu, Jo, nuk është ashtu fare. Duket se janë shumë social prandaj. Jo, ata pretendojnë se kanë një socialdemokraci, edhe që komuna është ajo që, me thënë drejtën, domethënë ndihmon e bën, po nuk janë gjërat fikse ashtu. Ekziston një segregation, një ndasi, një luftë klasash, po të mos jesh sikur janë ata, ose sikur shteti don që ti të jesh, ose sikur bizneset më mirë le të themi, se shteti aty funksionon si një motherboard për bizneset që të integrojnë e të funksionojnë, po nuk je ashtu të ndajnë, të nxjerrin nga shoqëria, të lënë më njëjtë. Të lënë me asistencë vetëm 4000 euro në muaj. Jo, nuk janë. As janë vërtet ato, janë legjenda. Janë legjenda, po dalin vit për vit. Janë maksimumi diku deri 6000 korona, domethënë 600 euro le të themi për qiranë e shtëpisë,
edhe 500-600 euro paka shumë, do të thonë 5.000-6.000 korona të tjera. Po për shpenzime jetese. Një pak mjeku. Po që mund bësh një jetë minimale fare. Minimale, po në minimale, eksakt. Pse po merrem kaq gjatë me Suedino? Po e çova unë muhabetin te Suedia. Po ta heqim ta çojmë tek ty. Ta heqim. Ta çojmë tek ty. Ça bëhet këto kohë? Nuk të kemi parë në ekran, të kemi parë her pas here në intervista. Kemi ndonjë projekt që Shiko tani varet se çfarë ekrane shikoni ju. Nëse shikoni ekranin e Top Channel, sigurisht që nuk më keni parë. Jo, sepse më kanë menjanu, qysh me Bigun. Të kanë menjanu ata apo është një marrëdhënie që është larguar nga dyja palët? Jo, ata më kanë menjanu, ata e kanë pas forcën në këtë relat, unë po të isha ai që menjanonte nuk të kisha marrë pjesë te Bigu. Ata e kanë vendos. Jo, them pas Bigut, domethënë thash mos ishte reciproke. Pas Bigut po mënyra, pastaj gjëja si më nxorën një herë me zarfëzie, pastaj nxorën pa më dhënë ilaqet, isha i smurës, më dhanë as ilaqet. Më thanë shqelmin të smur babi, hika. Ishte vërtet ajo historia? Vërtet ishte, po ilaqet s'mi dhanë. S'kishte pse të ma thonin ashtu si ma thanë, ma kishin thënë pak më para, jo në prime. Një mjetë sa gjëra, ata më kanë menjanu, ata më kanë fut lizdes, por jam në ekranet e disa art darsve ose muzik darsve, cilët në dëgjoj muzikën, kam qenë prezent në tregun muzikor, kam qarkullu Albulenën në ripërpunim me Eduard Sokolin, kam qarkullu Harem quhet me Eric Loshin, që janë të fundit fare. Pastaj edhe pasi kam dalë nga Bigu, sigurisht kam qarkullu të paktën një 10 këngë me videoklip. Po vetëm kohët e fundit, pres punë jave del një përpunim, remake rap i Zeshkanja ime i Velisa Hitit. Kam pastaj një dis që del të dielen nga Johnny Black Entertainment, po dis. Dis kujt po? Ledionit edhe Topit. Po i bën Ledionit e Top? Po. Dis sepse më kanë bën një imitim shumë tunë të Top Albania Radio, pasi ju bëra thirrje mirëditorëve dhe dibrandëve që të bojkotojnë procesin e televotimit të këtij Big Brotheri, sepse nuk u ndërmor asnjë masë ndëshkuese për banoren e cila me patrupsinë më të madhe, me ignorancë, ajo është thjesht ignorante, nuk e bën nga nuk duke sigurisht e tendencioze, nuk mendoj se Jo, tendencioze. Rudi çfarë po bën tani avokatin e djallit? Si nuk ishte tendencioze? Mirëditorët janë besprema, më parë t'japin gruan se sa besën. Ç'është kjo? Mirëditorët nuk t'japin as gruan, edhe as besën që se nuk e meriton ta kesh. Qartë, kemi përmendur. Dhe ju tërhosh vëmendja, e di se e ke përmendur. Prandaj po them çfarë bën avokatin e djallit. Ju tërhosh vëmendja dhe vazhdonte në të sajën. Ma tallën këngën të dua, që është kënga që është logo imja, nuk kishim pse e bënin. A vazhdon e shëndra me sy hapur. Pastaj api bar. Domethënë morën u bën pal me Rrugaqin që më pyeti në një live timi në Instagram api bar. Domethënë imagjino se ku nëse isha ky njeri që përfaqësohet, po sigurisht që Topi për me më ka dash, është momentin që më ka ftu ke Bigu, se nuk më ka ftu për një burr të mirë. Edhe më kanë dash për me, ju ka dalë nga parashikime që ky Rrugaqi ose ky rap artist janë alfabet, siç e kanë mendu këta akademikët e mëdhej. U ka dalë nga parashikimet, nuk ka qenë vetëm për meme, por ka qenë edhe për të ngritë zërin për çështje sociale apo për të mbrojtur veten e tij apo krahinën e tij, edhe janë përpjek të u përpoqen të mulin. Me që u përpoqen të mulin, edhe unë ma thash 2-3 gjëra me indis që ju kam përgatit. Megjithatë, le të flasim për gjëra më të mira. Ekzistojnë, jo, megjithatë do thush diçka dhe do ta lësh ashtu. Kjo nuk pëlqen kjo megjithatë. Mendon Xhiban se po jetojmë në një kohë kur arti, muzika dhe kënga nuk mjafton më produkti, po artisti duhet të bëhet personazh në vetvete. Është më se e vërtet, po nuk ka mjaftuar asnjëherë. Asnjëherë nuk ka mjaftuar, sidomos në pop kulturën, që është më e dukshme për arsye se është dokumentuar më shumë, kur nuk ka mjaftuar arti. Gjithmonë ka qenë një histori tjetër nga mbrapa, ose ka qenë një këngëtar apo aktor të cilin e ka pas edhe pse mashkull e ka pas dashnore një mashkull tjetër dhe i ka dhënë mundësira, ose ka qenë një femër që e ka pas dashnore diku, nuk është se ka qenë gjithmonë me meritokraci kjo gjë, ose kanë funksionu nepotizmi edhe interesat e bizneseve të ndryshme apo partijake,
asnjëherë nuk është se ka qenë meritokracia. Na qeverisin, jo vetëm Shqipëria, absolutisht. Na qeverisin mediokrët në mënyrë botërore. Ti mund ta shikosh edhe me cilësinë e diplomacisë dhe politikës që po prodhon këtë moment aleati ynë më i fortë edhe le të themi shteti i cili përfaqëson më së miri perëndimin, Amerika. Domethënë, nuk është se kemi ndonjë lloj le të themi cilësie as në politikë, as në arte, në asgjë. Sidomos po ta shikosh për shembull që duket më së miri, vitet nga gjysa, nga 50-qari i dytë i viteve 2000 edhe deri ditë të sotme, muzika dhe filmat që po prodhohen në përgjithësi flas, absolutisht që ka përjashtime si Adele. Patjetër, gjithmonë. Por po prodhohen janë gjëra mediokre, janë gjëra këtë duan t'i japin masës. Po këtë duan t'i japin. Nuk është se domosdoshmërisht se unë takoj njerëz që më thonë, o vlla, jo muzika juaj ka qenë më e mirë, ka pas shpirt, ato tekstet e juaja kanë qenë më të mira, kanë pas shpirt. Nuk është se nuk e din njerëzit më. Po. E din njerëzit edhe si vjet. Thonë, o vlla, ç'a ishte ky bigu i si vjet, shumë thonë. Ç'a ishte më, ç'a bën si vjet? Një kopjim, ma thonë njerëzit, nuk po e them unë. Një kopjim të shëmtut të ç'a ndodhi vjet edhe që punë të pjesës agresivitetit, a kupton? Edhe që ju e kishit organike, kishit bio këtë gjën. Domethënë, sa shkon edhe degradon sepse bizneset përpiqen gjejnë formula të thjeshta. Kuptoj, përpiqen gjejnë formula të thjeshta, edhe tani mendojnë se okay, do t'i japim publikut të gjën. Pa derisa publiku krijon ato pakënaqësitë e tij dhe shkon diku tjetër, se asnjë gjë nuk të garantohet për gjithmonë. Po çfarë ti në të gjithë ekzistencën tënde, në fakt nuk është herë e parë që të intervistoj, ne kemi fol për këtë tema, megjithatë kam përshtypjen për një publik që mbase forever, best podcast on town. Thanks man. Por tani në këtë moment të jetës tënde, nga buron frymëzimi për të bërë muzikë? Është vjen nga pjesë të errta, vjen nga pjesë revolte, vjen nga pjesë pakënaqësia, apo vjen nga shpresa, nga dëshira për të dhënë një mesazh tjetër, do të thënë apo është një kombinim? Si funksionon tani? Është kombinimi i gjitha këtyre, edhe pjesë të errta sigurisht që luajnë rolin e tyre, edhe pjesë e shenjta për mua siç janë koncepti i familjes, edhe të ndihmoj edhe të jap një kontribut edhe në familjen time, po të gjakut, por edhe me ndihmë të Jezu Krishtit edhe në familjen time të ardhshme. Sigurisht edhe pjesë të errta, pjesa hakmarrjes ose shtasa brenda meje, nevoja për të rënë sy të partnerëve të mundshme seksuale. Gjitha këto sigurisht. Si je në këtë sektor tani, Xhibu? Me partnerët seksuale. Me partnerët në tërësi, se domethënë ti do ta çosh biologjikisht, në sensin me partner e ren, ose je me një partner, je në një lidhje, je i dashuruar. Jo, nuk jam i dashuruar, mbas bigut pata edhe një histori tjetër dhe shëqyr Zotit u çlirova nga kjo idiotësia e qenit në dashuri. Po pse morë? Sepse është idiotësi. Ti qenit në dashuri është idiotësi? Sidomos në Shqipëri është idiotësi. Sidomos pse pikërisht në Shqipëri? Mashkull 44-45 vjeç siç jam unë, me backgroundin që kam unë. E gjitha është idiotësi sepse nuk ekziston dashuri për mua, këtu s'ka dashuri për mua këtu. Në Shqipëri thua, specifikisht apo? Sidomos në Shqipëri, por në përgjithësi unë nuk shikoj të ekzistojë diku dashuri për mua, nuk kam gjetë diku dashuri. Kam gjetë interes, nuk mendon se mund të ketë një respektive tënde në një gjini tjetër? Tipit nuk mendon se mund të ketë një gocë që mund të ketë një background shumë të mirë, që mund të ketë idealizëm, mund të ketë shpirt artistik? Apo thjesht nuk ka rastisëm? Unë nuk shkoj dot me ç'a mund të ketë. Unë e gjykoj botën ku jetoj me qa ka. Një temë fakt që ka bërë shumë debat është ngjarja që ndodhi midis Gjestit dhe Onimas. Ka bërë shumë debat në Kosovë dhe shumë artista kanë dalë mbështetjet të Gjestit. Ti personalisht ç'a mendimi ke për, më thojza, si fenomen flas gjithmonë për artistët dhe studiot, mënyra se si bëhet menaxhimi i artistëve nga studiot? Qa opinioni ke? Është kaq e komplikuar që të kesh një marrëdhënie të qartë, domethënë? Besoj se duhet të ekzistojë transparencë në kontratat që u jepen artistëve, përse sa lek po investohen dhe sa lek kërkohen pas, që të ketë mundësi enti rregullator
i institucioneve financiare të tipit banka, të ketë mundësi të jetë regulator për përqindjen e fajdes, sepse këto kompani ofrojnë borxhe me sa duket, nuk ofrojnë ndihmë të pakushtëzuar. Këto borxhe duhet të ketë mundësi shteti edhe të ketë një edhe publiku i gjerë të jenë transparente, të ketë një të thënë, të ketë mundësi të rregullohet. Ç'është diçka në Shqipëri është e rregulluar, domethënë tregu në këtë sektor apo ka probleme? Në Shqipëri u bë e madhe sepse doli banka e parë në internet. Jemi shumë larg të qenit të rregulluar. Okay. Kur bën lajm fakti që del një bank në internet, po sigurisht. Për sa i përket ta kalojmë prap tek prap tek arti. Ç'ne që ke marr rikthim, domethënë ke bër remake, ripërpunime të këngëve të vjetra. Mendon se është një industri ose një zhanër tashmë që ka interes të madh, apo ti gjen veten kishe dëshirën që ti riktheje, je i lidhur me ato këngë, me atë muzikë, me atë epokë? Jam nga të parë që kanë bë, qysh me vallën e Shqiponjës, kemi marrë vallën e Tropojës, më pas me Gushë Bardhën, edhe është diçka që po bëhet, edhe përveç faktit që po bëhet, është në kulturën e hip-hopit. Qysh se kam qenë i vogël, ose më mirë me thënë i ri, këngët që kam dëgju, kanë ekzistuar remake të këngëve tjera të famshme, kështu që pse jo. Është disa herë sigurisht që më mira e të mirave do ishte të kishim qasje edhe mundësi që kolegët apo kolegët të cilët e mbajnë hunën lart të kemë mundësi të bashkëpunonim me to, mirë po në pamundësi për të pas një vajzë, a një djalë, a një burr, a një gru për të këndu diçka nga fillimi, detyrojmë shumë herë, marrim zërin edhe e qartë. Bëjmë sampling, po sampling është teknikë që është përdorur nga producentat e hip-hopit që është në fillimet e në gjenezat e këtij zhanri, kështu që nuk është ndonjë. A ka ndonjë artist, ndonjë autor në Shqipëri që do doje të bashkëpunoje e nuk ja ke dalë deri më sot, e ke fiksim valla, thua. Artist apo autor? Po, artist ose autor? Interpretues apo autor? Autor ose interpretues? Zgjidhi dyja, mund të më thuash dhe të dyja. Se thash njërin ose tjetrën. Meqense fola për gjithë industrinë. Nëse autor, u përpoqja të kontaktoj Piro Qakon për të marrë leje për muzikën e tekstit Agim Doçit, mos ja u prishin lumturinë, mos bëj gabim, po mos ja u prishin lumturinë. Ai duam lumturinë, që ka këndu Parashivisi Magu për herë të parë, pa ta shkruajti këngë për nënën time. Edhe të refreni kisha mendu të via sample ose të rikëndoj kjo fjala nën kudo në bot, zgjon në zemra dashurin, mirë mëngjes jetës i thot se nëna linjerin, paka shumë kështu. Edhe u përpoqja ta kontaktoj, nuk mu përgjigj, po nuk është se nuk ja kam ndal, nuk u mora më, u përpoqja ta kontaktoj edhe kaq. Ndërsa për sa i përket interpretues janë shumë, ato po thoya edhe parë, që janë shumë, po nuk funksionojnë me kriter sa do dali diçka e bukur, funksionojnë me kriter sa klikime do marri, sa klikime do kem mundësi unë të blej, sa klikime do kem mundësi ata të blejnë. E ka prish klikimi industrinë në tërësi thua? Jo, më nuk armët nuk vrasin njerëz, njerëzit vrasin njerëz përmes armëve. Klikimet nuk kanë prish asgjë, teknologjia do eci, se ne nuk mund të rrim në shpella. Ne që foli për teknologji. Po janë varet se si e përdorin njerëzit. Edhe është mendësia, është një neokapitalizëm shumë i egër, sidomos në Shqipëri, ku çdo gjë është për hir të përfitimeve financiare. Edhe mendojnë, po nuk është dritë gjatë kjo gjë që bëjnë, nuk është afat gjatë. Nuk është, po e shikoj se nuk është. Me që folim për teknologjinë, po bëhet shumë e përdorur inteligjencë artificiale. Gjen shumë njerëz që po prodhojnë muzikë, po prodhojnë tekste me inteligjencë artificiale. Çfarë mendimi ke për këtë fenomen?
Para se të kaloj te inteligjenca artificiale, po thoja që në Shqipëri ekziston një neokapitalizëm shumë i egër, ku çdo gjë është për përfitim, nuk është afatgjat, edhe besoj se artistat kanë humbur busullën morale. Për sa i përket inteligjencës artificiale, është pjesë e jetës. A nuk bën sens se muzika, arti është po. Më le të përgjigjem. Po të tio, por lej njerëz do burr, ka zakon ndërpretu. Po. Inteligjenca artificiale është një database, një bazë dhënash, ku merr nga Rudi, merr nga Bani, merr nga Mateo, merr nga Mateo, krijime, i fut te ajo database, edhe kur shkon pastaj Mario, cilën e përshëndesim, kishte marrë malli, kisha vite pa e pa, që në 2022-shën. Futet Mario aty dhe kërkon, thot, du një këngë, e cila tjetë, le të themi, nga Shqipëria viteve 2026. Në Shqipëria viteve 2026 ishte Mateo, Rudi, Bani, nuk thot dot për arsye jurisdiksioni, për arsye juridike, nuk thot do të du një këngë si të Mateos, si të Rudit, si të Banit, por thot të gjën me keywords, edhe është thjesht një riprodhim. Është një mundësi aty nëse njerëzit shiko prap. Nëse njerëzit ngopen me inteligjencë artificiale, ata që ngopen me inteligjencë artificiale, ata që ngopen me video të rreme, ata që ngopen me lajme të rreme, ata le të ngopen, aq meritojnë. Nëse nuk e ndjejnë dot se diçka, një fjalë thënë në shqip me theks anglisht, ose me theks tjetër, ose me rrokje të përgjysmuara, të thëna gabimisht. Nëse ju bën kjo gjëja, le ta marrim, le ta hajnë, le ta konsumojnë. Është një lloj pornografie artistike, një vetë kënaqesh, pa e përjetu edhe në përgjithësi e gjithë kjo gjëja me të mos vajturit në evenimentet ku artisti performon, e gjithë kjo gjëja. Edhe është lidhur se s'bën, por me shku ke një artist, se s'bën duhet shkosh diku dhe të pagush një shishe. O dha, duhet shkoj të dëgjoj filan artist, vetëm du të ulem dikun me shoqërinë time, të them Rudi do dalim, do shkojmë, hajde shkojmë. Ke mundësi ta dëgjoj. Pse duhet shkoj të paguaj një shishe të shtrenjtë? Po sigurisht, po. Nuk më bën sens. Nga kjo anë pëlqen më shumë ajo periudha atëherë ato vitet që mbrëmjet bëshin 12 drekës. Koncertet bëjnë në orën 12 të drekës. Tani je i detyruar, se s'bën duhet me dal, fillon gjëja në orën 12 natës, e 1 natës. Po pra, për ne që duan të flem që zgjohemi në mëngjes për shembull. Du me shiu muzikë. Si bëhet? Po pra. Shumë pyetje klishe mund të jetë kjo, shumë e thjeshtë, por jam kurioz, reperi më i mirë shqiptar sipas teje. Gjibani. Ato ftesën e dia, e prisja që mund të thashë një gjë shumë mirë, po pas teje. Pas meja. Janë shumë. Një që do të zgjidhje, që do ta veçoj. Shiko, kjo është subjektive, është personale, është shije. Unë e di që ti mund të kesh shumë njerëz që i pëlqejnë. Albanians, Don Phenom, Noisy. Nga Shqipëria po them. Shqipëri. Nga Shqipëria, prit kush tjetër. Po këto tre emra për momentin, se s'po kujtoj. Phenom? Albanians, Don Phenom, Noisy. Këta të tre. Okej. Kush mendon po raperi më i mbi vlerësuar? Ku? Në Shqipëri. Më i mbi vlerësuar. Gjibani prap. Do na thuash një tekst? Po, do ju them. Vazhdo flit. Ja, sa ta gjej tekstin. Pra. Them tekstin që kam shkruar për mamin tim. Shumë e bukur, hajde. Them gëzuar festën këto vargje janë për ty, po i shkruaj ti lexosh sa herë që nuk jam aty. Nuk kam dhuratë të shtrenjtë, jo se nuk ja di rëndësinë, po i prisha gjitha paret tu kërku për dashurinë, me gjet një vajzë të mirë, me ta gëzu shtëpinë tu ndorru për atë ditë që do ma përqafoje fëmin. E nëse shan dikush, e nëse shpiv dikush për ty apo për mua, të lutem fale idiotin. Ashtu siç bën për herë kur stuhit e prishin motin, tregohu e fortë edhe vetëm liu Zotin. Isha tu thonë se jam mirë, nuk dorëzohem, se e di që je aty, sa herë vritem edhe rëzohem. E sa herë digjem nga njerëzit dhe përvëlohem, je munduti shumë herë me ma thënë, po ishte kot. E nëse i kam bërsh dikuj, ajo je ti, që ma dhurove jetën e më solle në këtë botë. Edhe këtu doja të fute kjo, fjala nën kudo në botë, si në zemra në shuirë me radhë. Strofa e dytë, nuk du me fol me fjalë të mdhaja, se para teje jam i vogël.
Më ke mbrojtur musulmon të krejt dynjaja, ke bë të pamundurën, ke bë globin Google. U bane shok, guzhinjere edhe lodër, për mu je bë pastruse, refugjate edhe motor. Je bë mësuse, avokat dhe doktor, për mu je bë tabel, sa her të kam bë hor. U bane bab sa her që babi mungote, ja ke tregu vendin cili do që më ngacmote. Akoma kësaj dite nuk i mbaj shpresat e arma, se sa her kam shpëtu, ka qenë vetëm lutja jote. Miru i djemt, e di se kështu thote, e di se kështu ishte, edhe pse nuk u dëgjote. Zonja Zotrinj. Në qoftë se nuk duar drogas një bi që ka ngel pa fjalë, Xhiban. Ja, do hartërgitje se e di pse? Unë e di pse? Ti e ke mirë, po nga që jemi në radio, se mirë e keti. Po nga që jemi nuk duket, nuk dëgjohet. Nuk duket se ngele pa fjalë, duket që okay. Po shiko, edhe heshtja dëgjohet, Xhiban. Jo në Shqipëri. A thua? Jo, jo në Shqipëri, e bukur është filozofike. Dhe jo në periudhën në epokën që jetojmë. E ti themi, ti lexojmë një gocë të pyesit Xhibanit. Po, ëh, le të kemi kush na dërgojnë mesazhe. Nuk është për ty, është një mesazh që na kanë dërguar neve, po duam komentin tënd se ti ke mendim na pëlqen. Jam në një lidhje për 2 vite sot kjo goca. Unë s'kam asnjë shok kurse ai ka shumë shoqe. Madje flet me shumë përzemërsi, komplimenton, mos flasim për likes janë vuthët. Kur ankohem justifikohet duke thënë se jam shumë dramatike. A është kjo normale? A mund të ketë një çun shoqe kaq të ngushta? Sigurisht që nuk është normale. Sigurisht që ky është një djalë i cili është i pangopur nga ana biologjike në atë marrëdhënie. Vajza duhet shikoje, vajza që ka pyet duhet të rishikoje pozicionin e saj, edhe nëse kjo lidhje e motivon të bëhet më e mirë apo thjesht e sjell në një depresion edhe në një pozicion që nuk kalon mirë. Nëse ajo nuk kalon mirë edhe nuk po bëhet më e mirë përmes kësaj lidhje, po është thjesht një third wheel, si më thënë, gomë rezervë, sigurisht që i rekomandoj të largohet shpejt e shpejt edhe të japi mundësinë një partneri tjetër i cili do ta çmojë më shumë. E morë mesazhin nga Xhibani, ja kështu shkruani të vjen dhe komentet nga Xhibo. Xhiban, e di çfarë do doja prej te? Do doja që nëse do kishe pak rreshta për shembull, që ta thoje gjeneratës së re shqiptare. Cila do të ishin ato? Për ta mbyllur. Shishi ke një tekst kështu patjetër. Urdhëro. Për gjeneratën e re, për të shkuar drejt mbylljes, një tekst nga Xhibo për të vënë për të reflektuar pak mas. Okej. Faktikisht faleminderit audiencës që më don, nuk u flas për Supermanin, po për jetën që jeton. Prit. Po. Ma paguajnë rrogën mujore nga YouTube, ja beson me që organizatorët më nxorët herët në pension. Ti që kënon me inat dhe ofendon, kam karrierë 3 dekada ti vetëm për një sezon, dalin senet pa unie, pa bëzhum në për stacion, vetëm kur një gjohet krisma e shpërthen si eksplozion. Tashi po komenton, po jep një opinion, bahu si kur ishe thu po koha po kalon. Nuk thehem mbrapa mate underground, ja kupton, tash jam plak du Range Rover, Mercedes edhe avion. Kjo është për gjeneratën e re. Po ta them të strofën e dytë po deshe. Po je që je thue. 3000 veta live te YouTube çdo moment, tu mor parë çdo sekond, a thuma një për një koment, e kam zgjedhjetën e thjesht, më pëlqen me mu marrment. Ti ishte repi politik, do isha president, këta i dun vipat zagar, me u hongër si kur qent, brezi im quhet Arban Alban Arbër edhe Gent, kur i thu vargjet e mia të freskojnë si trident, i vërtet 100% se jam real 100%. Gjepi tim si vjen mo era dulient, prap se prap ditë e natë tu punu jam vigilent. Xhiban, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne. Faleminderit që jemi. Unë uroj vetëm suksese në gjithçka do. Dashuria nuk ekziston. Dashuria nuk ekziston. Prindërve për fëmijën. Dakor. Apo të fëmijës për prindër. Dakor. Mrekulli, ne do të bëjmë një shkëputje të vogël, rikthehemi pas pak, mos u largoni. Jemi rikthyer në X Media, jemi në X Radio gjithashtu dhe në Express me Rudin dhe Mateon. Ora shënon 9:02 minuta, jemi në përfundim të Express edhe për sot, por para se të largohemi. Rud, Electromagic sjell në Shqipëri markat që bota i beson prej vitesh. Miele Teka, KitchenAid dhe Hagen. Elegancë dhe performancë pa kompromis, sepse jeta e bukur fillon nga zgjedhjet që bëjmë brenda shtëpisë. Electromagic përjeto eksperiencën. Ndërkohë që duhet përmendim edhe sigurisht si Mac Albania,
Hu ke akses në makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne. Teknologji italiane nga lider europian, instalim, asistencë dhe mbështetje e plot. Mos puno me limite Mateo, investo në performancë. Simek Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Ne kështu kemi ardhe në fund të këtij emisioni, ju vazhdoni të ndiqni sigurisht X Radio, sepse aty dëgjoni muzikën më të mirë në qarkullim. Ndërkohë që për të ndjekur materialet e X Media Ndërsim mjafton që të klikoni në Instagram, të bëni follow. X Media është e thjeshtë kudo, Instagram, Facebook dhe gjithashtu edhe TikTok. Megjithatë, përveç këtyre sigurisht keni dhe webin xmedia.al ku gjeni lajme të ndryshme. Informoni nga aktualiteti, politika, lifestyle, çdo gjë. 7 sekonda vjen nga Coco and Pepe Diouf. Ne do të takojmë sërish nesër ora 7. Deri atëherë kalofshi bukur.